Janë dy njerëzit më të fuqishëm brenda NATO-s, e që të dy të mërkurën para 20.000 pjesëmarrësve e përmendën Kosovën. Kë Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan e bënë samitin dy ditor të NATO-s në Hag. As you know, last weekend the United States successfully carried out Në javët e fundit ne u kujdesëm për Indinë dhe Pakistanin, Kosovën dhe Serbinë, Kongo po vjen, Ruanda po vjen. Kjo ishte një luftë e madhe. Kosova dhe Serbia kanë luftuar për vite dhe siç e dini, e sollëm edhe atë luftë në një përfundim. Kfori turk ndodhet në atë zonë, pse ndodhet aty? Për paqe, për qetësi dhe derisa kfori turk ndodhet aty, inshallah aty nuk mundet të ketë dhe nuk do të ketë ndonjë problem. E vëmendja liderëve botëror ndaj Kosovës është mirëpritur në vend. Ish krye inspektori i AKI-s, Shkelcen Sopjani, thotë se Donald Trump ka aftësinë për të zgjidhur çështjen mes Kosovës dhe Serbisë në një periudhë afatgjate. Mendoj që kjo përmendje është një rikthim i lehtë i Kosovës në agjendën e Trumpit, edhe pse për momentin nuk pres që ka me pas ndonjë vend të theksuar në agjendë, marr parasysh krizat tjera, siç është Ukraina. Tash po e shohim lindjen e mesme, e mos harrojmë në agjendë, pika e parë në agjendë të Trumpit është Kina. E në vjesht, komanda e KFOR-it në Kosovë pritet të kthehet sërish në duart e turqëve. Për këtë, sipas Sopjanit, zotimi i Erdoganit është i mirëseardhur. Turqia e rikthen komandën e KFOR-it në veri, sepse mos harrojmë prej ushtrive më serioze në NATO dhe më pak tolerante ndaj armiqësive, qoftë drejtuar atyre apo edhe subjekteve të cilët ata i garantojnë, janë ushtria amerikane, ushtria turke dhe ushtria britaneze. Dhe kjo është parë në gjitha misionet dhe historikisht është dëshmuar e tillë. Se NATO do të jetë i fokusuar në rajon, e tha të mërkurën edhe sekretari i Aleancës Veri Atlantike Mark Rutte.